Të amortizuara nën pushtetin e lagështisë, shumë banesa pa dyer dhe dritare, mure të rrëzuara për tokë. Ky është realiteti që prej vitesh ndodhen gabinat në plazhin e vjetër. Në to jetojnë rreth 50 familje, të cilat në vitin 2026 nuk kanë kushtet minimale për jetesë. Të jetosh në mjerim në kushtet më minimale të jetesës, ky është realiteti që jetojnë prej vitesh rreth 50 familje në gabinat e plazhit të vjetër. Banesa, të cilat këto të fundit të strehohen, nuk plotësojnë asnjë kusht për të jetuar, teksa prej vitesh ato ofrojnë edhe një imazh as pak pozitiv për Vlorën në një prej zonave më të frekuentuara bregdetare. Ndër vite kanë munguar projektet edhe planet për rehabilitimin e gabinave në plazhin e vjetër, ndërsa këto të fundit vijojnë të bien pre amortizimit të mëtejshëm për shkak të vjetërsisë së tyre dhe efektit të lagështisë. Në gabinat në plazhin e vjetër jetojnë familje që i përkasin komunitetit rom dhe egjiptian, të pas streh, por edhe ato në shtresat mesatare të popullsisë. Shumica e këtyre banorëve, për shkak të ardhurave të pakta, detyrohen të jetojnë në këto kushte. Vlen të theksohet edhe fakti që plazhi i vjetër, i cilësuar si plazhi familjarëve, është një prej zonave më të frekuentuara në qytet dhe sigurisht këto pamje nuk ofrojnë as pak një imazh të mirë në sytë e pushuesve vendas dhe të huaj. Duhet me patjetër hartimi një projekti për rehabilitimin e gabinave, për të përmirësuar imazhin e zonës, por edhe për të ofruar familjeve kushte dinjitoze për jetesë.